pastrojmë edhe vaj në pecet guzhine, ose në një këmish, ose kudo, për shumë vaj bie, ose dhe kur ne konsumojmë ushqimin e na pikohemi ndonjëherë, ka raste që është një njollë me shpesh tek njerëzit. Si veprojmë me njëherë, sa po pikohemi me vaj? Me ilacin e enve, me avën e enve, ose test, është dhe ajo kutia e testit, është shumë e mirë që ka qenë më përpara dikushme, unë e përdor vetëm për njollat atë dhe ajo është shumë e mirë. E vendos pak atë, ajo është që lahet edhe me shpejtësi, për shumë, nëse në një moment ti mund t'jesh diku, konsumon një drek, ose një ashtu, mund. E vërtetë është që duhet të veprojmë në çast. Duhet të veprojmë në çast, pa e lënë që të ajo të edhe të marrim. Për këtë njollën e vajit kam dëgjuar që shtojmë direkt edhe pak miell, sepse si duket përthitha ato pjesën e vajit. Po, mund ta bësh ose niseshte, edhe niseshte, pluhura pra. Pluhura pra, po, e shkunt atë, se nuk mund ta vëm direkt ashtu, e shkunt, e bën si pjesa e pudrës, po. Edhe vendos atë. Më pas e vendosim për t'u larë si zakonisht për pastrimin.